Bulevardi i Lindenit në Shkup dhe sot u bllokua nga punëtorët e ndërmarrjes parqe dhe gjelbrim të qytetit të Shkupit dhe kompanive të tyre Floracom dhe Luna. Me mbishkrimet mjaft punojnë për gjevrek dhe ujë, që mbanin në pankarta, ata kërkuan shlyerjen e borxhit ndaj tyre me pagat e papaguara të muajit gusht dhe që nga sot sipas tyre kanë ngelur edhe pa sigurim shëndetësor. Ne prisnim që pagat e punonjësve të paguheshin dje, por për fat të keq pagat nuk janë paguar dhe që nga sot punonjësit do të mbetin pa sigurim shëndetësor dhe të gjithë ata që kanë probleme shëndetësore nuk do të jenë më në gjendje të marrin terapinë e tyre. Fatkeqësisht kemi kolegë që kanë probleme onkologjike dhe ata nuk mund të trajtohen tani. Nga sindikata thonë se kanë kërkuar takim me udhëheqësit e kompanisë, por shtojnë se askush nuk u është përgjigjur kërkesave të tyre. Punëtorët paralajmëruan bllokimet të rrugëve tjera në Shkup në ditën e vijim, nëse nuk shlyhen detyrimet nga ana e ndërmarrjes. Deri tani nuk ka asnjë reagim nga ndërmarrja